Okej. Dhe muzikën që unë bëj, që kam pasur dhe që kam. Ke fans kryeministën e Shqipërisë si ndjesh? Po, e pash videon që kishte publikuar këngën. Ai është kështu, domethënë po e publikoi një këngë aty fillon edhe merr një lloj. Po mirë. Po. E para njëherë e përgëzoj se paska shije muzikore. Nuk e di, ajo prit mirë ajo gjëja. Domethënë publikimi që bëri në çaj sa tuneli se unë isha në Turqi në atë kohë. Ishim me Lein. Rruga e re që është bërë nga Shëngjini Velipoj. Kam kaluar. Okej. Ishte një gjë shumë e bukur, domethënë. Sigurisht shërben për ta promovuar këngën e bukur, e cila vazhdon edhe pëlqejet goxha dita ditës, sepse shkojnë njerëz që më dërgojnë story, video, postime gjëra. Me që është kryeministri ma bëj dhe një promo për këtë kryeveprën e Petros. Kur të bëhet një rrugë tjetër, do vër kryevepër. Ose mund vit këndoj dhe aty live, domethënë nuk ka ndonjë problem, mund dal aty. Lej. Të kënga lehtë. Domethënë rruga po shtrohet shumë e mirë, sa i përket po hedh hapa të ngadalt, por mendoj që janë të sigurt. Po përpiqem të mos gaboj, sepse për mua është hera e fundit. Unë kësaj here, domethënë pavarësisht shakave që bëj me ushqimin, ju me këtu ju në studio e poshtë e lart, unë e kam marrë shumë seriozisht këtë gjë. Edhe e kam marrë si për herën e fundit. Edhe mendoj gjatë, mendoj ndonjëherë më gjatë nga ç'tuhet, edhe me idenë që mos të gaboj, e vënoj një produksion, prita të gjej edhe një herë, ta shoh edhe një herë, dale hajde arbit ta shohim si mund ta bëjmë. Këtë janë ndej edhe ndoshta po bëj gabim që po e bëj kështu, domethënë të shumë menduar, por dua që të nxjerr gjëra sa më të bukura, sa më të vërteta dhe që të kenë të pëlqejnë sa më shumë me pak fjalë.